Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në podcastin e radhës këtu në kallxo.com. Këtë radhë do të diskutojmë për çështjen e mbrojtjes së sinjalizuesve dhe masave të cilat shteti duhet i garantojë për mi mbrojt sinjalizues. Për me pas qartë, ligji për sinjalizim garanton që në vendin tonë punëtorët e institucioneve publike, po dhe ata në ndërmarrje private mund të denoncojnë raste të korrupsionit dhe aferave të ndryshme dhe të mbesin pa u ndëshku prej institucioneve. Këtë radhë podcastin doja kushtojmë një personi i cili sipas asaj që kemi kuptuar është largu prej punës në komunën e Fushkosovës për shkak se nuk i ka shku për shtati asaj çka komuna ka dashur me bë dhe për shkak se ka denoncuar disa raste të cilat tashmë kanë qenë publike në komunën e Fushkosovës. Fjala është për shoqëri Krasniqin, i cili në muajt e kaluar ka denoncuar edhe në kallxo për një me disa prej problemeve të cilat komuna e Fushkosovës i ka pas me implementimin e kontratave publike. Për ata që nuk i kanë pa emisionin, bëhet fjalë për tenderet për ndërtimin e sallave të sporteve dhe të renovimit të disa objekte në komunën e Fushkosovës, tender këta të cilët sipas hulumtimit të cilën ka zhvilluar kallxo.com thjesht kanë dalë që janë të dështuar dhe kanë probleme në zbatim, pra kanë pas mungesë të implementimit ashtu siç i ka kërkuar ligji. Pas transmetimit të këtij emisioni, i cili siç duket ka pas një jehon të madhe në komunën e Fushkosovës, shoqëri Krasniqi ka marrë një vendim prej komunës së Fushkosovës dhe e kemi ftuar sot me diskutu se çka është ky vendim dhe cilat janë masat që tash duhet me i ndërmarr për me mbrojt performancën e tij dhe trajtimin prej shtetit. Shqyse, fillimisht tregona pse të kanë largu pi punës. Pas publikimit të emisionit të gazetarëve hulumtues të kallxo.com-it, po edhe betimin drejtësi me të pestin edhe me datën 6, pas 5-6 ditësh mu ka dërgu një formular i vlerësimit të performancës. Mirë po, përpos këtij formulari, edhe pas një muaj tjetër, kam bërri apet një formular, vetëm një më taku në shkallë me kryetarin, një shku ma kish bë edhe një formular, për vitin 2024. Qa është ky vlerësim? Kjo ndodh në cilin muaj? Prill, maj? Tash muajin e 5. Muajin e 4 ma ka çu një formular me 2-13 edhe me 7-5 2025 tjetrin formular për motjen e performancës për vitin 2024. Mirë po, performanca motet është jashtë afatit muajin e 4 edhe të 5, e dyta për 9 vite, 2016 jam i vlerësuar me 4 me 5. 2022-ën kë më ka vlerësu vetëm kur i kum vy unë më largu pi pune. Mirë, 2022 a erdhi që kjo për shkak se dole në media, fole për këto sana? Po konkretisht kjo ka ardhur largimi im nga puna, ka ardhur për shkak publikimit që ty në shpalosjes informatave dhe pranë mjetëve të informimit. Domethënë mi ka qu 2 vlerësime, një pas një, për një muaj det. Mirë, po ku muj me pasu në performancë të mirë, të vlerësimit, kur mu ka ndalu puna me vendim, tina. Edhe në atë vendim, po kthehen edhe një vit përpara, edhe 2 vite përpara. 2022-ën, a ditë që i kum dërzu këto landë prokurori, janë 11 landë. Sa rol ka dalë publikut? Po. Çka ke dorëzu në prokurori? Çka ka qenë roli yt në komunë të Fushkosovës? Une kum fillu auditimin me të parin 6-in. Derisa dësh me dërgu kërkesë. Ju keni qenë auditori brendshëm i komunës. Hesi auditimin brendshëm me një kolege, kam edhe një punëtor, në më thua auditor. Na kena fillu auditimin, na pregaditëm disa javë përpara, deri në 3 javë përpara, për deri të pregaditëm dokumentin kërkesën për takim fillestar. Takimi fillestar ka qenë me të parën 6-it, 2022. Po? Në momentin se kum dërzu kërkesën edhe kum fillu punën, auditimi neve nuk ka ndalë. Dhe më thonë, asë një nga inxhinierët një intervista tona, vetëm 2 inxhiniera në fillim kanë dhënë dhe intervista. Qa keni dashur me këshyri? Qa ka qenë? Po me intervista dhe shumë cilat kanë qenë projektet që keni dashur me auditu atë? Konkretisht, a janë projektet e
ku kena investuna, a jenë funksionale. Sallat e sportit dhe fushat e sportit edhe pajisjet sportive. Na kena desht ato, titulli është ashtu. A jenë projektet funksionale të fushat e sportit edhe... Mirë po, i ka ndërpre edhe ka thonë kërkush mos i leni. Do më thonë rreth mujt shtator, edhe pse na ka ndërpre kështu që mo asnjë inxhinier nuk na ka dhënë intervistë që më na tregu çka ka bën me këtë sallë. Edhe pse kam rrinë atë gjendje. Ky e ka ndërpre. Shtator ka linçu. Çka ka qenë gjendja e sallave? Gjendja e sallave ka qenë edhe të gjitha sallat ku më shkru, nuk më hi në detaje, se s'kum pas nevojë se gjendja ka qenë katastrofale. Edhe në televizion ku më cek, qysh mund sallën sërb që e ka ndërtu në 94 me qenë funksionale për qytetarë dhe për në zonca për çka dhe është ndërtu, e nuk mund sallat tona 2018-2021 janë pagu rreth 880.000 euro, a 830.000 s'di çushke, po foli vetëm për këto sallat që janë publiku, se aty janë 12 kontrata, ku vlera është më e madhe. Tash, këto nuk janë funksionale. Edhe vitin e kaluar para 5 muajve, kanë qenë në renovim. Sallat e reja kanë qenë në renovim. Sallat e reja në renovim, janë dhënë 314.000 euro, sipas emisionit Kallxo.com gazetarëve që kum po emisionin, apet nuk janë funksionale, po edhe unë kum pas informuar këta, pas kum desh me shku mi vizitu. Këto sallat gjitha kanë piku. Dyshe me e vën me qit parket, ka qit laminat, ose ka qit lastik, ose ka qenë i përshkrimi material sportiv, këta kanë qit laminat ose lastik. Dyshe me e konkretisht ka qenë si vol deti. Muret e qame, ngrohja qendrore demolume, rryme demolume, asnjë pajisje sportive, të merr me po, toaletet, unë kum vjell disa herë në shumicën e sallave. Bili në sallën në Lismir, fshatin Lismir, e ki edhe publikimin në Facebook që kanë pas dalë këpurdhat. Disa muj mos i kum denoncu e kum shkruane. Mirë, ti i mbledhe këto prova, I që mbledhe dalëshën këto të rënë. prova edhe në mujnë mars, po du më thonë në mujnë 2023 një dërzova në gjykatë. A i dërzove në prokurori. A i dërzove fillimisht në komunë, a direkt në prokurori? Ja, direkt, se mu ndërprej auditimi, çka mi adërru, pa a e di ke gjendjen. A tek janë përzim 25 punëtorë. Qëre, kontrolën brendshëm jenë çdo një punëtor që punojmë në komunë. Nuk është veç auditori. Kontrolën brendshëm është edhe drejtori, edhe shefi, edhe menaxheri i projektit. Çdo njëri që e din që është një punë tu punu drejtori jëtë ose shefi jëtë diçka kes tepër tu i bodom komunës, ai duhet me lajmëru dikon. E ta shtregom, që ta tjerë në komunë aty, i kanë pas të probleme? Të gjithë punëtorët që merren me menaxhimin edhe janë na për komisione si kanë probleme në komunë. Se dorën zemër aty në shkruhet shumë në mënyrë kundërleshme. Edhe këtë fakt mund me argumentu se për çdo mbikëqyrje bëhen njëherë një komision si janë në shumë tani zgjedh tjera komisione. Kjo është një prej sinjoleve. Unë e di vetë Londë nuk ku më dërzu për shkak se më ka kojtë në sy çka me bon. Unë shatë të jamin e kom vetëm temeli i këpucës është zhavar. E kush ka kajtë? Menaxherja e projektit. Edhe s'guxon me denoncu ajo? Nuk uzojnë, kur ligji i sinjalizuesve në komunën tonë nuk u publiku, se është me legje përcaktuar që në çdo vit një mujt një mbledhje ose drejtori ose kryetari me gjithë punëtorët mi kallëzu që ekziston ky ligj që juve ju mbron nëse mbroni ju pasurinë e komunës. Mirë, po ky ligj nuk u publiku kur. Edhe sinjalizuesi në komunë kur një lonë se kanë sinjalizu në organet e rendit. Pse? Pse pushteti i Se gjatë... është diskutim shumë i përgjithshëm, po në Kosovë pak ka sinjalizues prej institucioneve publike. Po sinjalizues janë 3 sinjalizues, këta është ato që e cakton vetë kryetari, ato që e cakton ministria, edhe po, mirë po janë këta sinjalizues që dalin publik, dalin si para mjetëve të informimit,
si pa vetë kërkon shkojnë i qojnë landë. Une e di... Pse, veç po du me të pytë si zyrtar që punon gjatë në institucione. A ka një frikë kolektive të zyrtarë që punojnë në institucionet të shtetit për me sinjalizu korupcion? Këqëre frikë ka të madhe, bile unë kom drejt me thonë këtë fjali që me thonë. Është e ronë, unë ku punu në Hekuru me 3.000 punëtorë. Para luftës? Para lufte. Në financa 3.000 punëtorëve ku punu. Po, ku në qenë edhe kryetari i Këshillit Financave për grumbullimin e 5 plus 1% për qeveri 5, për sindikat 1. Atëherë këtë frikë nuk e kena pas. Unë e vetë ku në publiku personin, kur ju kanë shkel drejtat, ose kur u vdek, ose kur diçka, e kena pas person për informim, po ka i herë edhe ja kena kry kolegës punën. Ai për shkak ka qenë larg, ju më shkuën në gazetari, e kum qitë në gazeta që hysni Jutullahi ka rorë mina. Edhe kum qitë termin në poshtë që mos me në rrejt 8-ve, 7-ve antarëve të kryesisë. Sot as pelqem like që shi thojnë, nuk uzon as një punëtor për 1.000 punëtorëve mu mo. Ty? Mu. As një punëtor, do me thonë kjo është... Hajta shkallëzëm që të punë. Tek nuk kuzon, unë punoj që 42 vite. Për 25-11, 82-ës, deri me të parin tretin, 2023-ës, 2024-ës, kum punu në Hekuru. Ta shpejt pari tretit kum punu në komunë. Ta shqysh 21 vit për bohët, e unë e dikon e kam atë. Kam shok, fort të më duajnë, po like s'kuzojnë më morë. Qështë like s'kuzojnë me të bo? Ja, s'kuzojnë. E kafe a kuzojnë me pi? Me ty? As kafe, unë bukur shpesh kum pi me 2-3 persona, një i akës, unë ka përkrah, ka pi, kur unë ka po vetë, edhe unë ka thirë, edhe unë ka thot që e ja ullë gjithë, sa herë t'jam unë. Qysh, tash ti me dalë para komunës, me ullin kafe, kolegë këtu nuk ja, vinë? Ja, as një s'kuzën, edhe pse, me ty kisha mujt me atë kolegë me nejtë më shef dikun, ose me shku në Kamaran, ose në Glogas, ose... Qysh më shef me kolegë të punës, ju... Unë jam i linqumë, kjo tani ndërmer me ose ndajtyne i... Pse tu të njerëz me nejtë? Ta shkuan e fundit, vish kanë fillu pak, tutën se kjo pushteti i gjatë e ka bo si mret. E familja jote? Po dorën zemër, nuk është kjo punë e letë. Kur tek që është edhe largimi nga puna, është kur gjë heq në proporcion me punës se ja ku nisone. Se është rrezik i motë, tjetër o me të ofendu, tjetër o me të ra shuplak, tjetër o me të ra alti. Kjo paga është si kur më ofendu. Jo që s'kam nevoj për pare, veç u ditë në për institucioneve shtetit, që që 3-4 vite unë dënona, kërkun heq, vilëshojnë vendime, unë s'kam nevoj për letra, unë kam nevoj për pagë. Puna mu ka nalë, vendim kini nëzirë që mu ka këtë. Për pos, Këshillit Pavarur Mbikëqyrës, edhe gjykata, ka nëzirë vendim njëftin vërtet, edhe njësia qendrore harmonizuese e auditimit brendshëm, ku këtë njoftim ja ka qu edhe kryetarit, ja ka qu mu, nën kryetarit, edhe ja ka dërgu Hekuran Muratit. Ku cek ligji që s'ka drejt mu për zinë auditimaj. Po a je ndalon në mënyrë të kundërleshme. Unë e kum prit që bili nën kryetari pe jardhjes tina, se ka qenë njeri me detyrat larta. Ka qenë sekretari i Ministrisë për Shtetit Lokal, ka qenë drejtori i auditimit. Mirë po, fillimisht ka thotë që do të reflektoj, se ai bazën ligjore të auditimit e din, edhe të lëndëve din të ka qenë këto detyra. Edhe pretendon më bo kryetar, kur sot nuk mund me vepru kur gjë. Ku mund me vepru ai kur të bëhet kryetar? Mirë, e tash vetëm po du me kuptu publiku. Në 2023-ën, po, ti ke vendosur mi qu që to lanë që i ke grumbullu që to fakte në prokurori. Edhe kanë largu a dita si i kum largu, si i kum dërzu, se kjo ka informata shumë shpejt, unë zbesoj që punën në institucion ma i shpejt se kjo lidhe ngushta ka me prokurori, a dita që i kum dërgu, kry 3 ditën ka ardhë vlerësimi.
Në cilën muj? Në korrekt, në gusht? Në muajin mars. Mars. Në shkurt. Shkurt, okej. Menera nuk ka orë vlerësimi, edhe vlerësimet krejt mi ka qu pa protokolle heq, pa protokolle ti që data që shdush. Sikur që tash, më ka orë vendimi me 13/4 na 12/4, kurse datën e ka me 26/2. Dhe me thonë, ato e letra jënë të nëzyreve që më shop e qatë, duhet protokolli, për shka është aja. Arkivisti për shka punën. Unë e që ditë në penjën kryetarit komunës që bashkë kurgjë nuk ka reflektu edhe për kundër këtyne detyrave edhe pretendimet e larta. Çka ka ndodhur masi që të kanë largu për i punës? Vendimit atë hershëm që ka qenë me ta. Po atëherë su ka largu për i punë vetëm mi ka pezullu detyra që për ta jepi vendimin këshyre, edhe ka thonë për 6 muaj ditë ti më spre kur gjë në një formë. Në një formë na jem të edumtu dhe bugjetin kur të këqysh njësi harmonizuse. Jem 2 persona, 2 punëtor, ka 1.000 euro, 1.200 me kontribute sen, 2.400 euro e jem të edumtu bugjetin. Pe 2022-ës, 3-ta, 4-ta, 5-ta, 4 vite, kjo dëmtimi bugjetit. Dhe më thopi bjenë... Ke morë rogë një farforme pa punu? Kena morë rogë pa punu. Po për këto rogë pa punu në komunë tonë ka plot. Po ti a je pajtu me qitë punë, me morë rogë pa punu, a ke ly punë? Unë e kum ly punë, unë e kum bo planin e punës, falenderit për pyetje, e kum bo planin e punës, po nuk ma ka aprovu. Edhe këtu shkruan që unë deri me 30 janar 2024 nuk kom drejt. Mirë po, edhe pas kësaj date, unë e kom ky nuk ka reflektu, kjo menaxher, unë nuk muj me thirë kryetarin, hajde në zyre ta bisedojmë, po ky duhet më thirë mu, ka kalua fati, apo do më janë nisja punës. Bere planin e punës, ta në shkruaj edhe nisja auditime. Mirë po ky nuk ka leju, Edhe? Edhe ka me kështu puna pezull. 400... Masi ke dalë në media, qështë të kam prit në komunë? A të ka folë dikush? Qërë, në komunë, rrëth 80 vetë janë të hetu, kitë numër ku mujtë edhe pak me rrit, po duar në zemër më vjen edhe gjina, edhe pse me qu unë e lonë në prokurori, e mu nërvëzu se çdo lonë që e nërvëzën dorë në zemër që e pregadit, krijon nervoz në trup njerit. Se nuk janë lonë të hareshme kështu, po janë lonë që dikush duhet jep përgjegjësi. Edhe pse me pregadit lonë kur smerret kërkush me tu. Unë e kum deklaru në betimin drejtësi që rreth 50 lonëve i kam, edhe gjitha janë me të gjetura. Ka lonë që viqermin kimi aqit. Edhe është e kryme. Edhe, a të thirë ty na i prokuror me të marrë në pyetje, me të vetë? Më thirën, zakonisht hetus, po më ka thirë edhe një prokurori, po s'kesh gjonë. Nuk e di qysh. A ju mojnë trajnime, a qka bohet. Se unë e besoj që as prokurori nuk është maj madh se ligji. Nëse prokurorit ja kom qu londën e solla. Edhe aje man fijok për funi. Aje ka shke ligjin, unë se kom shke ligjin. Edhe në ashtë parlamenti a këshilli prokurorial duhet mi dhenu ata. Edhe ata duhet me shku. Tash, po du me të pytë, këta në prokurori, kur të kanë marrë në pyetje, atë kanë thonë që të mbrojnë. Atë kanë thonë që ti masi po jep informacione, ligjet të mbrojnë. Veç hetus të më kanë thonë një herë tjerë. Çka të kanë thonë hetus? Çfarë mbrojtje të kanë thonë? O, edhe në hetuesi, më rrethekojshin bile një herë në krime ekonomike 5-6 vetë. Fëlqa me këta dy, unë fëlke një unë i përonësh. Edhe kur të rrethekojnë 5-6 vetë edhe mund me... Dure në zemër, fillimi nuk ka qenë i mirë, po të tregoj të vërtetën, pasi jëm njoftu edhe me persona se tash unë e çuditna pse s'ka veprime konkrete kur është e njoftuar edhe inteligjenca. Nëse vrehet për krohja e tyne në favor tamin. Mirë, po veprimet konkrete... Po pa punë, po, në një formë unë e thash pagën se kumë llogarit heq, kumë llogarit sen e tjera më të rrezikshme, se tek janë do biznese janë hetime, do zyrtar komunal 70-80 që janë.
edhe lidhët edhe dikush prapa aty në besa edhe tek qytetarët. Flasëm për tendera që kanë vlerë milionëshe, sigurisht. Edhe tek qytetarët nuk shërtuhet asnjën për kurit tona, gjëktëllon. Mjet janë 50 janë të qarta. Po është edhe një drejtori i inspeksionit ka qenë, ai ka 52 lon, ka deklaruar edhe në televizion edhe në media. Në gjykat ka deklaru. Unë e kum po në gazetë edhe mu i me shkarku e me ta dërgu. Po edhe mu një me gjithë vetë. Ndodhë që edhe televizioni ju ka shkru për to. Unë s'po foli për lonë tina për të mijat. Mijat janë me të gjetura. Se s'kum desh me jalu mshirë prokurorit, a ka keq përdorim bugjetit, a nuk ka keq përdorim bugjetit. Që një po ta si shambull po ta spjegoj. Se atë emision mi se këni bo ju, muni me kop kallaj. Po, hajtë kallëzëm, kur u dalë emisioni, qështë kanë prit ata në komunë aty? Atë ka folë dikush? Atë ka thirë në kush për zyrtarve me të thonë bravo, me të thonë urime? Punëtorët, në përgjësi, po folje, tonë më ka thonë bravo, po ju në një publike, gjithë më ka thonë bravo. Kur ti nëse e ku me një shok ngusht, ti në komunë s'kish akuzu as më mazgadorin. Mirë, po ku të zatetu në rrugë, ose di ku në paron është, ti më njerën bravo, u vazhdo. Ata pëse s'po guxojnë? S'po guxojnë se dorën zemër materialisht gjithë nuk i kanë punë të mirë. Po na kena bo ligj. Po ke bo ligj, po edhe unë ligj që vendim me tren po pare si kam. Që një vete ku sur, urgentisht, t'ju kthehet puna shyqes, që vendimin na don me lezu. Po, e kum po. Që i ke po. T'ju kthehet shyqes puna edhe t'ju kthehen paret. Nuk ka as punë e as pare. Mu letra Por, kur po flasëm për parën, paret e rrogës, gjithmonë. Paret e rrogës. Edhe? Po du më thonë për atë dënimin që më ka dënu. A po i bjen kjo që ky ligj i sinjalizimit që i kemi marru, ky ligj i auditimit, janë në letër, po... Unë bili kisha thë shumë ligje me kohë do këj ligji i cigares, në shumë kafe në qesim për kafes, ose me shkel vinë e bardë, dënu është me njeran, këj ligj për zbatohet, këj vizë bardë. Këj ligje... Më cekë edhe në emision tjetër, mi pasu unë njerës që e kanë vjedhë pyllin, e kanë pre pyllin, ata ishin dënu me 1.000 euro, plus edhe e kanë, për pas gjobës e kanë edhe burgin. Unë e lënë të hasdërve janë, që të emisionit tonë shkurt për të hepi një, që e keni publiku ju. Por ki pisha u slatin. Për shambull, drejtorit, në 3 pika dohet kja, drejtorit i kumë qu foto pe terenit e kumë vizitu 8 herë, 9 herat projekt. Edhe menagjerës projektit. E që të nësurën tokë, a kom i qitë 85 cm zhavorë. Edhe i kumë pas thonë, nësurja nuk qitë në tokë, se tani duhet me qitë edhe një kanal. Se edhe 7 cm asfalt, po bonë 92. Kjo nësurën tokë. Me 20 cm, për shumë 1400 që në kumë motë shpesh, 20 cm o mesatarja. Besa edhe natë 20 cm qitet edhe mbeturin guri një pjesë, ju në këtë pjesën. Asfaltin e kanë qitë që asfalt mirë, gypat ven mund gjitë fi 800, gjiten fi 400. Nuk në gjiten gjitha lëshej, sa i thuin, ku ka lën ujë. Pej vregi me ronë liqen. Bili kom edhe dëshmi të fotot që i kanë të pru gypa fi 400, tani, shkon kryetari shkel në atë rrugë, mbi zhavar. Shkon në kryetari shtruhet asfalt, shkel mbi atë asfalt. A nuk kanë informota, ose kanë informota, se unë 3 herë i kumë qu, foto pe tereni, drejtorit edhe menagjeres. Kryetari, nën kryetari e qenë në Facebook, e reklamon. Aty është ndërtu edhe asfalt ma pak, se shku në 2750, me 3 kursi, një kursi o je krejt. Dhe më thonë 1,80, edhe 1 metër. Për vrapus, është je krejt për vrapus. E dyta, këtu në komunë tuar në rajnë edhe sistemin e prokurimit publik. është një aty ku qitet projekti detaj.
duhet me hi. Aty ti qetë 200 hektar, sta qetë projektin detaj, ju me ta qitë me pika geodezike ka ku me shku rruga. Unë shku në rruga kërka, zdijet as ka ku mund dërtu. Edhe njerëzit si raportojnë këto? Nuk i raportojnë, ju keni raportu, ju keni folë vetëm televizion si Televizion projekt. po mrana në komunë, Mirë po, zyrtarë si... Badehova. S'ka gjën. Tash, ti ke marrë një vendim për ndërprerje të punës. Qa kemi bu me të? Unë në këshillën e pavarur mbikëqyrës, për vlerësime, 2 vlerësime që mi ka dhonë, e kumë që atë dita 56 faqe ankesë, që vendime 3 nuk janë zbatu, së zbatu kjo, së zbatu kjo, së zbatu kjo. Edhe zdi që është mund më vlerësu kë, kur ma ka nolë punën. Edhe plus asete s'kam. Kanë morë zyrtarë të edhe pa përgjeshëm që s'kanë ku me ditë laptop, e gjosi u vynë, po mu as laptop s'm ka dhu se ka shpëndo 50 laptop, a 30. Si zyrtari shtetit s'ki kompjutera? Ja, s'kam kompjuter se e këshëre. I kum pas laptop edhe kompjuter, po këtu kanë kalu 15 vite. A janë 12, a Me janë qka me 14. punu ti? Unë s'kam edhe me qka punoj, A ke lyp laptop, a ke lyp? Kom lyp, tash e kom gjithë për para, kom lyp me gojë, se edhe kërkesat, kur ti qesh në arkiv, nuk ti vërtetuajnë. Po ku në fundit pe që i kom paraqit këto, edhe jenë tut me i ka pranu herën e fundit, edhe pse se kom pas vullën e rumullakt të kryetarit, ma ka pranu në arkiv kërkesën për kompjutera. Thash se unë që shtu me formular gjithë pja që i kryetarit e Badehova. Zakonisht punëtori jam, kë auditori i mbrenë shumë më mirë me e më shumë kërkesën. A ka komuna bëll kompjutera, ka bëll laptop për me të adhonë edhe ty një, për me kry punë? Pa nuk ka vlerë neve na të projnë ka 70 milion euro vjet për vjet. Edhe 17 komuna gati gjithë ju ka të pru paret. E qysh nuk ka për njërsin. E me qa ke punu ti, me qka ke bu shkresat? Krejt të shkresa i kom bu me kompjuter shpis. Në shpej punoj, në zyreve rri komën mi komë edhe dalë në kafe, pine kafe. A ka shumë njerëz në komunë që nuk kanë kompjutera? E di tatimi në pronë, zdia e kanë furnizuve një 2-3 vjet, i ka edhe letrat zyrtare, që gjithë ka lyp kompjutera, a burimi kryesor ka qenë një periudhë, se i dërzoj ke rrët 500.000 euro, dhe më thunë numër një ka qenë, tani tash kanë ardhë këtu letë ndërtimit që e mujnë, po për para tatimi në pronë ka qenë. Jo, po flasë për njerëz individ që shkon në komunë, nuk ka kompjuter ku më ullë me punu. Momentalisht unë mene që vetëm njësia e auditimin bërshëm. Unë edhe kolega jam. A pret që tash Këshilli Pavarur Mbikëqyrës me vendosën favor tanin? A pret ligji mu zbatu? Po edhe në ligjin e sinjalizuesve aty thet me prioritet lënda duhet më shqyrtu se ti kur të presh për rregullat gjata ti pare ti merr, po vlerën parja nuk e ka gjithë. Ma shumë ka vlerë kur ti nuk ki, se sa kur ki boll pare ty tjetër vlerë ka. Unë e di që Këshilli Pavarur Mbikëqyrës i din ato edhe shpresoj që do të veprej shpejt. Zoti Krasisi, faleminderit shumë për bashkëbisedimin. Unë kisha desht edhe faleminderit. Edhe te salla desha me thonë. Unë që ditë na pse me na morë në pyetje neve që 3 vite, drejtorin e arsimit e morë në pyetje disa herë, që shka pas thonë nuk e di, thëke, ka nënshu dikush tjetër, unë s'kum nënshu. Islam Shabonin. Pa, aja nuk o bjeshka, aja landë. Plus i ka gjendjet që shkanë qenë në ranë, në fotot e mija. Ju i kini parë në publikimin e parë, I kemi pa, shihen qartë, nuk jon kry punë që duhet, edhe kërkush s'ka dhënë hala llogari, ato po e shohim gjithë. A pret që të paktën dikush më marrë seriozisht me këto denoncime dhe me vënu drejtësinë vend? po i tashmi si edhe këta të inteligjencës janë njoftuar mirë, edhe besoj që pe publikimit tim edhe shumë prokuror do të reflektojnë se s'mujna me thotë që gjithë prokurorët janë të këqej. As komunarët, as prokurorët, as kërkosh, ka edhe të mirë edhe të këqej.
Kështu që shpresoj që ndoshta Këshilli Prokurorial ose edhe kolegët e tyne bojnë presione që më ju dhon epitet atyne. Unë prunën e ktheva, vën mu shpërbly, e mu dënu këta 25 punëtorët që janë ndërlidhur, se është Komisioni Teknik i Pranimit 3, menaxheri i projektit 4, drejtori 5, 6 projekte i publikum, pi bjen 30, po në gjehe pilojna 20 se do janë në dy sallat, ose në 3 sallat, 2 të komisioni. Tani e kia edhe 2 kontrata që u bo me remetimi, 314.000 euro, edhe këtu morin pjesë 10 vetë. Po që po bëj kanë 25 vetë. A u duft që ta mu dënu, a u duftone. Jo, definitivisht, nëse ju veç keni shkruaj letra dhe keni konstatu gjendje, dihet kush aty duhet mu Po dënu. e kem një fushë që ju se keni përpunu dhe se keni publiku. Menaxheri i projektit e bëjke raportin 1.600-800 euro që duhet paguhet kompani se i kishit edhe një 5-6 kamiona. Se paguishin atë faktur e leshin mas 3 muaj, 4 muaj. Atë raport se paguishin me atë raport. Shkojshin e paguishin fakturën 10-15.000 euro. Mos gabosha 12.000 euro. Edhe ai veç u shku i ka qit hekrat e rrethues të fushës, mas do ditë u shku i ka hek. Po unë i kom fotot, edhe kur e ka qit zhavorin, se ju më shku disa arkret me shpenzimet mija t'i bëj atu. Ju më shku edhe kur i ka qit atu për 1.500 euro zhavor. Tani ju më shku tjetrin muj, i kishin gjit hekrat. Tani ju më shku apet mas disa dite, i kish hek hekrat, se i ka bërë pare. Konkretisht këtu ja kanë qit 11.000 euro, tani kishe peprishun kontrotën, e po dënojnë 5.000 euro, po aja rodi apet. E këtë qëto i ke qënë prokuroriti? Kreti ko informotat me raporte me gjitha. E ko edhe informotën, qysh menaxheri njëherë ka shu raportin 1.600, kjo nuk u pagu, as ka bo fakturaj. Tash e kanë shti nën presion, po të tregoj, unë i di, a i këtu s'muj mi vërtëtu, po punëtor. Ishdo është prokurori me firmi mon pyetje. Prokurori, ose ti si gazetor, valloj ullu ka dal, mbrana gjysore më rrinë të që kjo, që ka po të thamën. Tash e shkun tjetrin raport. Kur e shkun, që të thash rrëth 12.000 euro, nuk pe di sakt. Sa i ka morë 20 e diçka mi, pe i projektit 4 e diçka mi, plus e ka ndërtu 147 metra mongi. Heri hek hekrat, heri qëtë hekrat. Sikur me kur në pazar. Kjo pasuri private me qenë, gruja edhe fëmija nuk të lojnë ty me lu ashtu. Pasuri e shtetit. E kuptoj. Jemi në fund edhe po du thjesht apret që në kohë të shkurt mu vendos landa e punësimit tënë. Po, Faleminderit shumë, zëtin Krasiqi, ke shumë kënaqësi me bashkëbisedu bashkë në këtë transmetim. Shikues të nderuar, ishte ky një rrëfim tjetër për përvojat të cilat i kanë njerëzit të cilët brenda institucioneve të Kosovës tentojnë me denoncu raste të dyshimta ose raste të korrupsionit apo raste të manipulimeve. Në serin tonë do vazhdojmë të kemi rrëfime të tilla. T'ju rikujtojmë se gjatë gjithë kohës këtu në kallzo.com kemi pas sinjalizues të tjerë të cilët kanë tregu për përvojat e veta personale dhe pasojat të cilat i kanë pas denoncimit të rasteve të korrupsionit. T'ju rikujtojmë që në rastet kur secilin qytetar apo secili zyrtar institucioneve ka informacione, ata mund të drejtohen direkt në mediat e Kosovës për t'i denoncuar ato, për shkak se ligji e garanton këto. Pa marrë parasysh nëse ju jeni të kërcënuar, pa marrë parasysh nëse shefat e ju thonë që do marrin masën ndaj juve nëse ju shkoni në media, unë personalisht ju inkurajoj që ju me vazhdu me denoncu rastin media, për shkak se në fund të ditës, gjykata, duke u thirrë në ligjin për sinjalizues, kam ju kthym punë nëse ju keni denoncu faktet të cilat janë për të mirën e publikut dhe faktet të cilat denoncojnë korrupsionin. Kaq kishim për këtë transmetim, shihemi në transmetimet e radhës.